A duhen skuqur vezët me vaj ulliri? Ja çfarë thonë mjekët. Vezët përmbajnë një nga mënyrat më të shëndetshme për të nisur ditën. Megjithatë, pavarësisht të vlerave që ofrojnë për shëndetin, mirësia e tyre varet nga yndyrat që përdoren në gatim. Yndyrat më të përdorur nga anvisat shqiptare për skuqjen e vezëve janë vaj vegjetal dhe gjalpi. Kohët e fundit, ndërgjegjësimi për rolin e yndyrnave në shëndetin e njeriut ka rritur përdorimin e vajit të ullirit në gama të ndryshme, përfshirë edhe skuqjen e vezëve. Ekspertët thonë se përdorimi i vajit të ullirit në skuqjen e vezëve siguron ruajtjen e disa antioksidantëve më të nevojshëm. Për më tepër, vaji i ullirit garanton që e bardha e vezës të jetë gjithashtu edhe kërcënuese, ndërkohë që e verdha të jetë më e butë dhe më e lagësht. Studime të mëparshme kanë sugjeruar se përdorimi i vajit vegjetal për skuqje është i dëmshëm dhe zëvendësimi me vaj ulliri është një nga elementët më të mirë që mund t'i japë vezës edhe shijen e saj perfekte.